Fushkruja është rënditur nga një tjetër ngjarje rënd kriminale. Rreth orës 1:10 të mëngjesit, persona ende të paidentifikuar kanë qelluar me armë automatike drejt një lokali hotel në fshatin Alilaj, në pronësi të Mondi Vogës. Në momentin e sulmit, brenda ambientit ndodhej vetë Voga, bashkëshortja e tij dhe fëmijët, të cilët fatmirësisht kanë shpëtuar pa lëndime. Sipas informacioneve paraprake nga policia, autorët kanë qelluar me Kalashnikov në drejtim të lokalit, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Në vend ngjarje janë sekuestruar rreth 15 gëzhoja armë automatike, ndërsa oficerët e krimeve dhe grupi hetimor kanë nisur punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Mondi Voga, 49 vjeç, është një emër i njohur për autoritetet shqiptare. Ai ka qenë shoferi ish prokurorit Arjan Doja, të cilit ju bë atentat në vitin 2019, ndërsa ndodhej në makinën që drejtohej pikërisht nga Voga. Pas këtij atentati, Ndoja u përjashtua nga sistemi i drejtësisë për lidhje me krimin dhe pasuritë e pajustifikuar, por së fundmi u rikthye si deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Voga nga ana tjetër ka pasur disa episode problematike me ligjin. Në vitin 2017, lokali i tij u godit me lëndë eksplozive, ndërsa një vit më vonë u përfshi në dhunimin e një avokati. Në janar të vitit 2020, ai u arrestua në Tiranë për armbajtje pa leje, duke udhëtuar me një automjet të blinduar dhe të pajisur me fenelina policie. Gjatë kontrollit, në çantën e tij u gjet një armë zjarri tip TT, për të cilën nuk kishte leje. Përveç përfshirjes në ngjarje kriminale, Voga ka mbajtur dhe funksione publike. Ai ka qenë drejtori i Aluiznit në Fushkruj dhe më pas inspektor mjedisi në Durrës. Problemet me ligjin nuk i kanë kursyer as familjarët e tij. Makina e vëllait të tij, efektiv policie në Tiranë, u përfshi disa vite më parë në një tjetër akt kriminal ku ju vu flaka dhe ju lam pranë 2 granata. Policia dhe strukturat qendrore janë vënë në ndjekje të autorëve, duke analizuar si pistë të mundshme konfliktet e vjetra të Vogës, përplasjet në lidhje me aktivitetin e tij apo ndonjë mesazh të mundshëm përmes friksimit. Aktualisht nuk ka persona të arrestuar dhe hetimet po zhvillohen në disa drejtime paralele, përfshirë edhe verifikimin e kamerave të sigurisë në zonë dhe kontakteve të fundit të biznesmenit. Ngjarja shënon një tjetër episod të dhunshëm në zonën e Fushkrujës, e cila prej vitesh mbetet një nga zonat me risk të lartë kriminal në vend.